Të nderuar dëgjues, në studio jam së bashku me zotin Gentian Mema, drejtor i Drejtorisë së Turizmit në Bashkinë Shkodër. Mirëmëngjes Gentian, mirë se erdhët në studion Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Natyrisht të flasësh për turizmin në Shkodër, në hapet një panoramë shumë e bukur e natyrës në radhë të parë, por edhe vendeve turistike që ka Shkodra, apo ja? Po, faktikisht Shkodra ka beku zoti jo vetëm me natyrën e saj, që ka një larmishmëri të jashtëzakonshme të burimeve turistike, të atraksioneve turistike. Por Shkodra atë që ka në veçantinë e vet ka edhe trashëgimin kulturore të përbërë nga elementet e saj, por që është një jashtëzakonisht e pasur dhe jashtëzakonisht e gjallë. Dhe nuk ishte si të ishte ndryshe me një histori 2400 vjeçare, ku ngjarjet historike kanë lanë gjurmë, Shkodra ka kultivu një ekonomi të qëndësishme, një ekonomi të pasur e cila gjithashtu ka krijuar edhe një kulturë mjaft të pasur dhe të konsiderueshme, e dallueshme në gjithë territorin shqiptar. Kur flasim për atraksionet e Shkodrës, Shkodra sot aktualisht që flasim ka 3 pole kryesore të zhvillimit të turizmit. Pra turizmin e diellit dhe të erës me Velipojen. Velipoja është një burim i jashtëzakonshëm turistik. Ka rreth 14 kilometra vijë bregdetare dhe gjerësi rërë mesatarisht 150 metra. Ka një rërë shumë të pastër, shumë të pasur me jod, aq sa edhe shkodrant e kanë quajtur Rana e Dermanit. Ka gjithashtu edhe atraksion. Velipoja nuk është vetëm diell dhe rërë, po ka jep mundësi për të vizituar në këmbë apo në biçikletë pasuritë e tjera natyrore, siç është rezervati i Velipojës. Shumë i bukur, shumë i pasur me zogj, shumë i pasur me bim. Është laguna e Vilunit, që është ajo një monument natyror shumë i rëndësishëm, shumë i pasur me peshk. Është rëra e hedhur, një fenomen jashtëzakonisht i rrallë, ku rëra është veshur malit dhe krijon një fenomen të jashtëzakonshëm. E kështu me rrallë. Pra Velipoja është që ofron mundësi të shumta jo vetëm për turizmin e diellit dhe të rërës, por edhe për një seri aktivitetesh të tjera. Pastaj vim në Shkodër, siç e ceka edhe më parë, është destinacion i turizmit kulturor. Shkodra sot disponon 5 muze, që janë 2 muze historik, Muzeu i Kalas dhe Muzeu Historik i Osokuka, të cilët janë muze shumë të frekuentuar, shumë të ndjekur dhe përbëjnë atraksione të vërteta për sa i përket kulturës, përfaqësimit të kulturës shkodrane. Gjithashtu kemi edhe 3 muze tematik, që është Muzeu Kombëtar i Fototekës Marubi, edhe ai shumë i frekuentuar, është Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës, dhe gjithashtu kemi edhe Muzeun Dioqezan te Kisha e Madhe. Po ashtu ka rrugën pedonale, rrugën këmbësore, qendrën e qytetit, pra qendrën historike të qytetit, që është një kompleks arkitektonik i jashtëzakonshëm, shumë i bukur. Kalaja e Shkodrës përmban gjithashtu një atraksion të veçantë, një pjesë e mirë e vizitorëve kalojnë në Kalanë e Shkodrës, pra kur vinë në Shkodër do të shkojnë patjetër edhe në Kalanë e Shkodrës. Gjithashtu 2 objekte shumë të vizituara dhe me mjaft interes janë edhe Xhamia e Plumbit, konsiderohet një ndër 50 ndërtesat më interesante të kulturës islame në gjithë botën, për sa i përket arkitekturës krejt të veçantë që ka, po ashtu edhe ura e Mesit. Kto janë pjesa më kryesore e cila vizitohet në qytetin e Shkodrës. Pale me një anë, edhe liçeni i Shkodrës, i cili është një burim i vërtet turistik për turizmin e natyrës dhe turizmin familjar, i cili duhet për hir të vërtetës nuk përdoret aq sa janë mundësitë, pra domethënë përdoret sot për një shëtitje, për një drek, po ka mundësi për shumë e tepër, sidomos për sa i përket sporteve ujore, kanotazhit, notit, peshkimit sportiv e kështu me radhë. Pastaj Shkodra ka, duke shkuar në veri, janë edhe Alpet, me destinacion me perlën e saj që është Thethi. Thethi është një
atraksion i jashtëzakonshëm turistik, një panoramë me të vërtet mahnitse, me kurorën e maleve që rrethojnë, me ato male ka, në qoftë se s'gaboj, mbi 5 maja që kalojnë 2000 metrat, ka burime ujore të jashtëzakonshme, ka dhe përveç tyre ka edhe trashëgimi kulturore që është interesant për një vend aq të vogël të ketë aq shumë monumente kulturore siç janë kulla e ngujimit, ka një muze etnografik, gjithashtu ka edhe mullinjt e vjetër që ka secila lagje ka pasur, të cilët mund të janë të vizitueshëm, po që duhet të restaurohen dhe të vihen në funksion të zhvillimit të turizmit. Po përveç kësaj, Shkodra ka edhe mundësi të tjera që presin të zbulohen, presin që të vihen në dukje, të përgatiten për të prit turist. Janë shumë interesante, për shembull Lumi Buna, Lumi Buna në pothuajse gjithë gjatësinë e tij që mund të përdoret si për sporte ujore, për shëtitje me biçikletë, për vëzhgimin e zogjve e tjerë. Po ka edhe vende të tjera, siç janë për shembull zona e Gurit Zi, që është edhe ajo ka një rrjet fortifikimesh të vjetra antike që mund të vinë në funksion të zhvillimit të turizmit. Pra, pas kësaj panorame të mrekullueshme, bindesh se Shkodrën e ka bekuar Zoti me një pozicion kaq të mirë gjeografik, me këto cilësi të një kompleksi natyror ku rreth 1 orë gjysmë 2 mund të përshkosh nga Alpet deri në Bregdet. Diçka mahnitse që rrallë qytete kanë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe diku tjetër. Cilat janë disa nga politikat e zhvillimit të turizmit për zonën tonë? Në fakt, me reformat administrative që u zhvilluan në vitin 2015, po ashtu edhe që përkun pothuajse me zgjedhjet e reja lokale, me rritjen e këtij territorit u pa e domosdoshme për 2 arsye, sepse territori u rrit, u zgjerua, mund të themi, Bashkia Shkodër nga një sipërfaqe u zgjerua rreth 50 herë më shumë është sipërfaqja e Bashkisë Shkodrës sot në të kaluarën, që përfshinte vetëm territorin urban. 10 njësi administrative që ishin territor rural, ndërsa më parë ishte një territor, po themi, më urban. Përveç kësaj, edhe për prioritetin që po jepet turizmi, unë besoj do të jetë në shpresat më të mëdha që do të kemi jo vetëm Shkodra po sepse i ka edhe potencialet e tilla, po gjithë Shqipëria, sepse investimet e huaja po shihen që janë mjaft minimale, kështu që zhvillimi i turizmit mbetet një nga alternativat më prioritare për të zhvilluar. Kështu pas reformës administrative dhe zgjedhjeve lokale u krijua Drejtoria e Turizmit, që nuk kishte ekzistuar më përpara. Më përpara ka pasur vetëm një specialist turizmi, që është kujdesur për çështjet, ka mbuluar çështjet që merren me turizmin. U krijua Drejtoria e Turizmit me 2 sektor, me një personel prej 7 personash, me 2 sektor të cilët janë sektori i zhvillimit të turizmit dhe sektori i zhvillimit të turizmit dhe produktit turistik, dhe sektori tjetër është sektori i marketingut dhe i shërbimit për vizitorin. U ngritën gjithashtu edhe zyrat e informacionit turistik, dhe mund të them që është kushtuar, i është dhënë përparësi zhvillimit të turizmit për sa i përket territorit të Bashkisë Shkodër. Ka nevojë për diçka të tillë, ndoshta edhe në shkallë kombëtare, ka mungesa për sa i përket planifikimit strategjik. Shqipëria është një vend që nuk ka një strategji të zhvillimit të turizmit. Është hartuar një strategji në vitin 2013, strategji e cila nuk u miratua, dhe sot e kësaj dite Shqipëria nuk ka një strategji të zhvillimit të turizmit. Po ashtu, sa e pengon kjo në politikën e zhvillimit? Ne flasim për zonën tonë, natyrisht duke hedhur vështrimin tek ne, por edhe po sigurisht që krijon pengesa, krijon iniciativa ndoshta jo të planifikuara mirë, krijon edhe vështirësi në planifikim strategjik edhe të njësive lokale, sepse dokumentet bazë mbi të cilët ne mbështetemi për të planifikuar
aktivitetin ton vit pas viti janë dokumenta strategjik kombëtar, sepse duhet të jemi në të njëjtën linjë me politikat kombëtare. Në fakt aktualisht po hartohet një strategji e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, e cila është akoma në fazë drafti dhe po diskutohet në fazën e diskutimit publik. Shpresojmë që do të miratohet së shpejti. Kur flasim për politikat të zhvillimit të turizmit, ju si bashkim, e qenë se keni një drejtori dhe një strukturë për zbatimin e këtyre politikave, sa janë në proporcion të drejtë apo ndryshe me politikat kombëtare të zhvillimit të turizmit? Jo, në përgjithësi politikat lokale janë në të njëjtën linjë me politikat kombëtare. Po ajo që po diskutoheshan ishte që të ecet me të njëjtin ritëm, me të njëjtin hap. Unë besoj që nuk kemi qenë në të njëjtin hap, në të njëjtin ritëm, në të njëjtin gjatësi vale. Por gjithsesi politikat lokale janë në të njëjtën linjë me politikat kombëtare. Gjithsesi duke qenë në fillim të një sezoni ose të çdo pune, problemet vinë më të shumta, derisa shumë pengesa mund të kapërcehen dhe të vihen në linjë. Cilat mendoni se janë problemet e një fillimi të sezonit turistik tek ne? Pengesa ka, Shqipëria dihet që është një vend në zhvillim. Ka probleme të natyrave nga më të ndryshme, aq më tepër që turizmi është një sektor ekonomik kompleks, i cili kërkon pjesëmarrje në shumë sektorëve të tjerë të ekonomisë. Natyrisht. Kemi kryesisht problemet e imazhit, të cilat na dëmtojnë shumë për sa i përket punës tonë. Gjithashtu problemi janë edhe shërbimet publike dhe ajo që bie më shumë në sy janë çështjet e pastrimit. Ne jemi një vend që kemi mjaft probleme për sa i përket shërbimit të pastrimit, një problem që lidhet, unë mund ta pranoj që edhe lidhet edhe me politikat që ndjekin qeveriset lokale në përgjithësi, që edhe Bashkia Shkodër nuk bën dallim. Po është kryesisht edhe një problem ndoshta edhe kulturor që lidhet me mentalitetin që kanë vetë banorët. Duhet të jemi më të pastër, më të ndërgjegjshëm, më të miqësor me mjedisin, pra veterinet mos i hellim vend pa vend, po t'i hellim në vendin e caktuar. Le të flasim konkretisht, për shembull për Velipojën, i cili është, si thua, sheshi më i madh turistik në zonën tonë. Cilat janë problemet përveç pastrimit, përgatitjes së lokaleve, të një plani aktivitetesh, por edhe për ato hapësira që i kushtohen jo vetëm privatit, por edhe publikut, sepse patjetër edhe publiku i gjerë, ai turisti ditor duhet të ketë hapësirën e vet ku mund të qëndrojë pa paguar. Në të gjithë shtetet ka plazhe të tilla. Unë ndoshta po nalem tek një problem që prek turistët ditor, sepse edhe ato janë pjesë e sezonit turistik, apo jo? Patjetër. Problemi më i madh janë njerëzit që nuk kanë mundësi që ta paguajnë atë pjesë të plazhit ku ato duan të bëjnë plazh. Në fakt ka pasur probleme me zbatimin e planit për menaxhimin e vijës bregdetare. Jemi përpjekur disa herë në shumë raste për të kërkuar edhe mbështetjen e policisë, gjë që fatkeqësisht edhe nuk ka ndodhur. Vjet ka pasur hapësira që ishin planifikuar që të ishin publike, kanë qenë të zaptuara sidomos në zonën e qendrës, kanë qenë të zaptuara nga subjekte të ndryshme që kanë ushtruar aktivitetin e tyre në mënyrë të paligjshme. Me anë shkresash dhe komunikimesh të vazhdueshme që kemi pasur si me policinë e shtetit ashtu edhe me hetimin tatimor, është bërë prezent problemi, po ka pasur mungesë ndërhyjimit të themi nga ana e institucioneve përkatëse që kanë për detyrë, kanë detyrim ligjor që të zbatojnë ligjshmërinë. Sa përqind është, duke u zbatuar edhe në ligjet dhe rregulloret, sa përqind duhet të jetë publike dhe sa përqind private një vijë bregdetare?
Vendimi i Këshillit Ministrave e parashikon qartë që duhet jetë 20% hapësirë publike e kushtuar në plazh pra hapësirë publike për publikun, pra jo e përdorur nga subjektet. A zbatohet kjo? Në 2016 është zbatuar jashtëzakonisht mirë, flas mas 2016 sepse është sezoni i parë që ne menaxhoshim si bashki e madhe flas, si bashki e Shkodrës me territorin e Velipoj, sepse përpara ka qenë territor komunal, komuna Velipoj. Në 2016 është zbatuar, do të thoja goxha mirë, jo perfekt, po goxha mirë, ndërsa vjet ka pasur goxha probleme, ashtu siç e shpjegova edhe më përpara. Cilat janë disa nga problemet e tjera që ju ndeshni në fillimin e një sezoni? Për shembull, si vjet është problemi i rrugës, është një problem që unë mendoj se do të na penalizojë goxha, sidomos për sa i përket atij turizmit të fundjavës, që u mori goxha zhvillim në vitet që kaluan, sidomos me ndërtimin e rrugës Kombit. Shumë pushues nga Kosova vinin, kalonin edhe një fundjavë në Velipoj, kurse me stadin aktual në cilin ndodhet rruga do të jetë të paktën për këtë sezon do të jetë mjaft e vështirë, sepse rruga është në gjendje mjaft të vështirë. Dhe njerëzit e mendojnë 2 herë para se marrin në Velipoj. Aq më tepër që kemi edhe konkurrent si Shnjinin, ashtu edhe Ulqenin, që janë 2 konkurrentë mjaft të fortë të plazhet e Velipojës. Po gjithashtu ka edhe problemet e tjera kur flasim për probleme, fjala kryesore, kryefjala pra është infrastruktura, furnizimi me ujë, kanalizimet, cilësia e energjisë elektrike, ofrimi i energjisë elektrike. Vetë ka pasur disa probleme Velipoja për sa i përket furnizimit me energji elektrike, po është një ndër elementet bazë për sa i përket infrastrukturës turistike. Të zgjidhshme apo të pazgjidhshme? Kërkojnë kujdes më të madh, po themi, nga ana operatorit të shpërndarjes, pasi shkputjet dakord nuk janë të parashikueshme, por gjithsesi mendojmë që duhet të përgatitur më mirë operatori shpërndarjes për sezonin turistik. Okej, mundem me kuptu që nga Velipoja është një territor që nga 2500 vetë që ka banor gjatë dimrit kalon në 80.000-90.000 banor, dhe është e vështirë që infrastruktura të përballojë gjithë këtë fluks personash, por gjithsesi unë besoj se ka mundësi për të punuar më shumë këtë drejtim. Ndërkohë, zonat e tjera pranë ujit janë të shumta në Shkodër. Po, unë fola parë edhe për liçenin e Shkodrës, mund t'ju them, për paktën për ato që se di, mund t'ju them një lajm të mirë. Ka një plan për rivitalizimin e bregut të liçenit, bregut perëndimor, nga ura vjetër e Bunës deri në Shirok. Një plan goxha kompleks, i cili tashmë është një pjesë e tij, pothuajse gjysma, është financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, dhe është në fazën e prokurimit, gjë që do të thotë që ai plan do të fillojë të zbatohet së shpejti. Është një plan që ku konsiston? Plani është jashtëzakonisht interesant, konsiston në rehabilitimin e komplet bregut perëndimor të liçenit nga ura Bunës deri në Shirok, parashikon ndërtimin e një muzeut, ristrukturimin komplet të fshatit Shirok, po themi, rruga hyrëse, sheshi, ndërtimin e një muzeu në qendër të Shirokës, parashikon ndërtimin e një rrugë rreth 120 metra mbi nivelin e detit në malin e Taraboshit, që do të jetë mjaft interesante për ato që ushtrojnë sport, që kanë dëshirë të merren me aktivitet sportiv, me bicikletë apo me vrap. Parashikon ndërtimin e fushave sportive në lartësi, në malin e Taraboshit, ndërtimin e ambienteve çllose dhe rekreative edhe për moshën e tretë, në bregun e poshtëm, pra nën rrugën nacionale aktuale, që është kuptohet duke marrë parasysh edhe luhatjet e nivelit të ujit. Është një plan që unë besoj që do t'ja ndryshoj faqen asaj rruge, që me të vërtet ka ardhur koha që t'investohet fuqishëm, pasi është një burim jashtëzakonshëm për Shkodrën. Çfarë afatesh ka realizimi i këtij projekti? Afatet vendosen pasi të shpallet fituesi
pasi shpallet fituesi I prokurimit publik, por unë besoj se janë shumë të shpejta në krahasim me sa është menduar. Prandaj për mua është një lajm jashtëzakonisht I Është mirë. vërtet diçka shumë e bukur, megjithëse rruga drejt Shirokës është mjaft e vitalizuar, do të thoja, edhe në këtë stad me ndërtimin e rrugës, sepse njerëzit bëjnë shëtitje, vrap, ecje sportive. Po për Zogajn, ka ndonjë plan sepse aty rruga është krejt ndryshe? Edhe për Zogajn ka plan. Së pari si hapi parë mendohet bile pikërisht ditë e fundit nuk e di, duhet ta keni dëgjuar që ka pasur një takim bilateral mes ministrive të brendshme për pikën kufitare, gjë që është një hap vendimtar, po themi një hap I parë shumë I rëndësishëm për sa I përket ndërtimit të rrugës dhe krijimit të lidhjes mes dy anëve të kufirit në bregun e liçenit të Shkodrës. Ka qenë një hap që plotson edhe një nga kushtet, pasi në qoftë se nuk do të ketë pikë doganore, nuk mundesh me ndërtu as rrugën, sepse të paktën kështu është e logjikshme që të funksionojë në këtë mënyrë. Në qoftë se do të kishte pikë doganore në Zogaj, nuk mundesh me kërku nga donatori ose qoftë nga qeveria shqiptare ndërtimin e rrugës. Prandaj ky është një hap pozitiv që besojmë se që do të zgjidhet dhe që të procedohet edhe me ndërtimin e rrugës. Në fakt rruga e Zogës ka nevojë që të zgjerohet, është goxha e ngushtë në parametra jo të përshtatshëm për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe të standardeve të standardeve të mira. Sepse duke marrë parasysh se Zogaj është një fshat me tradita, një vend turistik, mund të vizitohet shumë, edhe mund të nxirren ndoshta edhe mjaft përfitim nga turizmi. Patjetër, I tër bregu perëndimor është jashtëzakonisht interesant, është një bregdet shkëmbor, që ngjall goxha interres. Kjo do të kishte disa anë, po themi, pozitive për sa I përket asaj zone, jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, jo vetëm për Zogën, po edhe për shqiptarët e Malit Zi, të cilët po vuajnë plagën e rëndë të emigracionit. Bregu I liçenit, për sa I përket pjesës shqiptare, mund të thush që është goxha paksuar numri I popullsisë, sepse njerëzit emigronin se nuk shihnin edhe të ardhme, ndërsa ndërtimi I rrugës dhe komunikimi ndoshta me pjesën shqiptare do të jep një shpresë përsëri edhe për ato banor. Po që të njëjtin problem ndoshta në masë më të vogël e ka vuajtur edhe Zogaj, po gjithsesi jo në masën që e kanë ndjerë banorët e Malit të Zi. Pak më herët në panoramën turistike që ju bët, pa kaluar te turizmi kulturor, I cili është një prehër I afërt I Shkodrës, ju përmendët turizmin malor që vërtet është një perl e zonës sonë. Mirë po, vim nga dimri, ku nuk mund të bëhesh fjalë për një gjë të tillë dhe vjen koha që pranvera shpërthen, lulëzon dhe me këtë mund të mendosh për realizimin e një plani turistik për këtë zonë. Ju çfarë mund na thoni jo vetëm për resurset e mrekullueshme që ju pak a shumë I cekët, por edhe për ato probleme që ju I trashëgoni, I përcillni edhe më pas përsëri përcillen vit pas viti. Si ndjeni ju këto probleme? Zona është një zonë që është, të themi drejtën, ka qenë e harruar, ka qenë një zonë e harruar, e papërdorur, një zonë që faktikisht në krahasim me bukurinë që ofron, me potencialet që ofron, ka qenë një zonë e lënë pasdore, mund të themi. Gjithçka, nga historia e turizmit në zonën e Thethit fillon pas vitit 2006, mund të themi, ku në sajt e një projekti të kooperacionit gjerman, disa nga shkijat fillojnë të kthehen në Bujtina, fillojnë të presin vizitorët e parë, zona fillon të promovohet po ashtu në sajt e bashkëpunimit dhe bashkëpunim kooperacionit gjerman, dhe hap pas hapi edhe shtëpitë e tjera filluan të restaurohen, të përshtaten si Bujtina.
sot që flasim në 2018 mund të themi që Thethi është një destinacion i konsoliduar turistik, ka një numër mjaft të lartë vizitorësh, flitet për 30 deri në 35.000 në fjetjet në vit, që për një numër bujtinash, për një numër 50 bujtinash është një numër shumë i lartë dhe shumë i kënaqshëm, por që ka potenciale gjithmonë për më shumë, sepse Thethi është një zonë e gjerë. Rruga që të qonë në Theth është kryesisht unë e shoh si problemin kryesor për sa i përket Thethit. Do të financohet edhe vazhdimi i rrugës nga Qafthore në qendër të Thethit, që pritet të zgjidhë problemin. Gjë që do të jetë e vështirë pasi borë do të ketë përsërisë, Thethi është në një nalësi Thethi nuk është shumë lart, është rreth 900 metra mbi nivelin e detit, por qafa e Thores është qafa më e lartë në Shqipëri e kalueshme me makinë, është 1800 metra mbi nivelin e detit, dhe kështu që do të ketë rreshje të shumta bore. Pa llogaritur këtu që edhe vetë konfigurimi që ka mali atje favorizon rënien e orteqeve, të cilët bëjnë edhe zënjen e rrugës nga bora e orteqeve. Prandaj në Theth kur për të shkuar në Theth duhet për me hap borën, shkon bora rreth 3-4 metra. Pra gjithsesi ndodhemi në ato kushte që turizmi drejtohet vetëm periudhës së pranverë, ka edhe pak nga vjeshta. Ka edhe një opcion tjetër, domethënë që unë e përmend në çdo herë që bie fjala, rruga e Dugazhinit është një rrugë që do të jepte jashtëzakonisht zhvillim jo vetëm zonës së Thethit, po komplet luginës së Kirit dhe luginës së Shalës për zhvillimin e turizmit, sepse është një rajon që ka resurse të shumta. Është një rrugë që do të ndihmonte shumë në zhvillimin ekonomik të asaj zone, do zbute plagë sociale, dhe të paktën gjatë verës do të ishte mundësia për të bërë unazën në rrugën e Dugazhinit dhe dalën Theth dhe mu kthyll herë nga malësia e madhe për të ardhur në Shkodër. Natyrisht këto që ju thoni janë ide që pa qenë idet nuk mund të lindin projekte dhe pa planifikimi strategjik. Ja, këto pra. Po gjithsesi, shihet një dritë jeshile në këto planifikime? Unë e përmenda më përpara, rruga e Thethit nga ana Qafthores është miratuar financimi nga ana Bankës Botërore, dhe unë besoj që të paktën maksimumi vitin që vjen të bëhet patjetër, po ndoshta që këtë vit. Ndërsa për rrugën e Dugazhinit ne po aplikojmë kudo që është e mundur për çdo thirrje, sepse është me të vërtetë një rrugë që e meriton që të ketë prioritet. Megjithatë, Gentian, Shkodra është një vend tërheqës artistik, turistik për gjatë gjithë vitit. Sepse duke qenë pak më herët ju përmendët gjithë vendet tërheqëse në Shkodër dhe krejt përreth të turizmit kulturor, patjetër që provon që për gjatë gjithë vitit grupe turistike, vizita të ndryshme, mbresa që lënë që vizitorët të rikthehen në Shkodër. Ju e keni ndjerë këtë dhe nëse po, si evoluojnë vitet për të ofruar gjëra të reja, gjëra më tërheqëse, për të përmirësuar akoma më shumë kushtet në turizmin kulturor në zonën përreth? Në fakt turizmi kulturor ka atë veçantinë dhe karakteristikën e vet që është rrallë që turistët kthehen në një destinacion të turizmit kulturor. Pra domethënë marrin për shembull destinacione që janë shumë të njohura, Venecia apo ku diun Firenze apo qytete të tjera të cilat edhe ne si vizitorë ta vëmë veten në vendin e turistit, shkon një herë e viziton dhe ndoshta ke dëshirë të rikthesh, po të paktën jo në imediate, pra, jo shumë shpejt. Imagjinoni Shkodra, domethënë nuk mund të krahasohet me destinacione të këtij niveli. Po gjithsesi turizmi ku turisti është besnik dhe kthehet herë mas herë, është turizmi ku vin për të pushuar. Ku marrin një eksperiencë pozitive për të pushuar. Pra Velipoja përbën një ndër ato destinacione ku turistët kthehen dhe bile bëjnë zakon që të vinë. Po ashtu edhe zonat malore, veçanërisht ato që ofrojnë edhe mundësi kurative për shëndetin,
mund të shndërrohen në destinacione ku turistët kthehen dhe pushojnë për çdo vit dhe e kthejnë në po themi në rutinën e tyre, që prapë çdo vit do të shkojmë të pushojmë, siç ka qenë edhe dikur në kohën e diktaturës, kanë shkuar në Razëm apo në Theth njerëzit për të pushuar, për të kaluar një javë ditë apo diçka të tillë. Mirë, si punoni ju si drejtori me ato financimi që keni, me atë buxhet që keni, në mënyrë që të promovoni turizmin, që vit pas viti të tërheqni sa më shumë vizitor, cilat janë ato mundësi që ju a jepni këtyre vizitorëve dhe turistëve? Atëherë unë siç e përmenda përpara, drejtoria jon ka dy sektor, është sektori i zhvillimit të turizmit dhe produktit turistik. Nga vetë emri pra sektori merret kryesisht me planifikimin strategjik dhe me konceptimin e produkteve të reja. Është vënë re që një ndër problematikat më të mëdha që kemi është shndërrimi i atraksionit në produkt turistik. Produkt turistik do të thotë në kuptimin që ti këtë atraksion turistik e hell në treg. Dhe të marrësh kuptohet, sepse për atë punë është asaj shërben turizmin në fundit. Ky është finaliteti i zhvillimit të turizmit, që të sjellë sa më shumë të ardhura. Ne themi që kemi atraksione, kemi burime, kemi atraksione, po në qoftë se ne nuk do të dim t'i shesim, nuk do të dim t'i marketojmë, t'i paketojmë në një produkt turistik dhe ta nxjerrim në treg, ato nuk shërbejnë përveç se për krenari kombëtare, gjë që është shumë pak në krahasim me atë që mund të ofrojnë. Pastaj kemi sektorin e marketingut dhe të shërbimit ndaj vizitorit, që merret kryesisht me marketingin e destinacionit. Dhe me shërbimin e destinacionit, pra janë një staf i kushtuar që i kushtohet për zyrat e informacionit turistik, ku ofrohet karta, guida, foto të ndryshme, kartolina, adresa. Janë prodhuar, pra sidomos këto vitet e fundit janë prodhuar goxha materiale promocionale. Ne çdo vit po nxjerrim guidën e Shkodrës në gjuhën angleze. Që të them të drejtë është një goxha shpenzim për bashkinë Shkodër. Kemi nxjerrë hartat e destinacioneve të veçanta, kemi një hartë të Velipojës, një hartë të Thethit, po punojmë për hartën e qytetit të Shkodrës. Kemi një hartë të qytetit të Shkodrës, të cilën e shpërndajmë te zyrat e informacionit turistik, po që nuk është një hartë e hollësishme, shërben thjesht vetëm për orientimin e vizitorëve në qytet. Tani po bëjmë një hartë të qytetit që do të jetë më e hollësishme dhe që do të ketë një informacion. Do të jetë gatshme për këtë sezon? Po, patjetër. Bëhet fjalë për punë edhe 2 javë maksimumi. Ndërsa kemi prokuruar, jemi në po themi në marrëveshje me një operator i cili është shumë profesional, dhe po përgatisim hartën e mallet të rajonit të Shkodrës, që do të përfshijë jo vetëm territorin e bashkisë Shkodër, po edhe Malësie, Malle, Puk dhe Tropoj, edhe Lezhën, një pjesë të saj, po edhe pjesë të Malit të Zi, sepse kur flasim për destinacion turistik, turisti nuk bën dot dallim ndërmjet territoreve administrative. Ai ka ardhur në veri të Shqipërisë dhe do ta shijojë dhe nuk bën dallim a është në Malësi të Malla apo është në Shkodër, kështu që mendojmë që një hartë e tillë do t'i shërbejë mjaft. Cilat janë disa nga veprimtaritë, aktivitetet të ndryshme që ju zhvilloni mbase që kanë krijuar një traditë apo që përpiqen ta krijojnë këtë traditë në drejtim dhe në shërbim të turizmit? Faktikisht drejtoria e turizmit zhvillon një sër aktivitetesh që lidhen ngushtësisht me turizmin. Bashkia Shkodër ka një drejtori të kulturës që e ka fushën e vet prioritare pra zhvillimin e aktiviteteve. Kemi patur javë më parë zonjën Terezina Hila dhe kemi diskutuar mjaft për projektet artistike. Dhe po gjithashtu edhe drejtoria e turizmit organizon një seri eventesh të cilat siç e thash janë të lidhura ngushtësisht me turizmin, siç janë hapjet e sezonit turistik në Velipoj dhe në Theth, ditën e liçenit, një aktivitet që quhet triatlon Labat, që është mjaft interesant me tregarësh, është një tregar, pra triatlon ka dhe kuptimin tregarësh. Zhvillim ditën e biçikletës,
që unë besoj që bicikleta është një nga atraksionet kryesore të qytetit të Shkodrës Madje karakteristike e qytetit tonë. pikërisht është pjesë e trashëgimisë tonë kulturore dhe të paktën edhe personalisht mua më pëlqen shumë që kjo festë të promovohet, të zhvillohet dhe të rritet nga viti në vit. Tashmë ne po e zhvillojmë për çdo vit. Kemi ditën ndërkombëtare të turizmit, kemi panajirin e artizanatit në ditën ndërkombëtare të artizanatit. Ne kemi në Shkodër shoqatën kombëtare të artizanatit që përfshin artizan nga gjithë Shqipëria. E kështu me radhë ka edhe aktivitete të tjera që besoj se për çështje kohë. Vërtet bukur, po gjithsesi si mendoni pas gjithë kësaj panorame dhe problematike që ne trajtuam në studion Mirëmëngjes Shkodër, çfarë parashikohet si vjet në këtë sezon turistik në ardhjën e turistëve? Me gjithë problemet, vështirësitë, por edhe tërheqjen turistike. Në fakt Shkodra ka pasur një trend pozitiv, goxha pozitiv në për sa i përket rritjes së fluksit të turistëve. Gjithë Shqipëria ka pas. Ne kemi një rritje të fluksit të turistëve nga 20 deri në 30% për çdo vit, një trend të cilin ka ndjekur edhe territori i Shkodrës. Kjo fal edhe një pozitë të favorshme gjeografike që ka Shkodra në krahasim edhe me qytetet e tjera. Afërsia me malin e Zina jep një avantazh të konsiderueshëm për sa i përket lehtësisë të aksesit dhe afërsisë edhe me destinacione turistike të malit të Zi. Lehtësisë të aksesit e kam fjalën se pasi një pjesë e turistëve përdorin edhe infrastrukturën e malit të Zi për të ardhur në Shkodër, aeroportin e Podgoricës apo portin e Tivarit. Ky sezon pritet që të ndjek të njëjtin trend përveç se faktit unë siç e përmenda më përpara dhe rruga Velipojit që do të krijojë besoj problem, po që do ta shohim se sa do të ndikojë gjatë sezonit. Me gjithë këtë panoramë, por edhe pa fshihur në asnjë moment problemet, sfidat që ka përpara turizmit si një mundësi shumë e mirë e zhvillimit. Ishte shumë kënaqësi që sot u ndalëm në këtë pasuri kaq të madhe që Zoti na ka dhuruar, por që ne çdo herë duhet të bëjmë që ta përdorim sa më mirë, të trajtojmë sa më mirë që kjo jo vetëm të na shërbej, por dhe të na kthehet si një dhuratë akoma më e madhe në shërbim të jetës, të shëndetit, të çdo gjëje që lidhet me qenien tonë njerëzore. Zoti Gentian, unë ju falenderoj shumë edhe në emër të dëgjuesve. Mirëmëngjes Shkodër është gjithmonë interesuar për të gjitha ngjarjet, problematikat, panoramën e zhvillimit, ecurinë e turizmit, por jo vetëm në Shkodër. Unë besoj se do të kemi edhe takime të tjera që lidhen me ecurinë e këtij procesi kaq të bukur, të gjatë, por edhe që ka sfidat e veta. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj për ftesën, ju siguroj që do të jetë gjithmonë kënaqësi për të marrë pjesë në biseda në studion tuaj. Faleminderit.